Në fund të viteve 1990, në veri perëndim të Kostarikës, ndodhi diçka e pazakontë. Një kompani lokale e prodhimit të lëngut të portokallit hodhi mira ngarkesa kamionësh me lëvozhga portokalli mbi tokë kullote të thatë dhe të mbingarkuar brenda një parku kombëtar. Për shumë vëzhgues, kjo dukej si ndotje e hapur. Era ishte e fortë, ankesat u shtuan shpejt dhe u ngrit një padi. Jo shumë kohë më pas, projekti u mbyll dhe pothuajse u harrua. Për 16 vite që pasuan, pothuajse askush nuk i kushtoi vëmendje asaj parcele toke. Pastaj, vite më vonë, një grup shkencëtarësh u kthye në vendngjarje dhe ajo që pan ishte tronditse. Fusha e zhveshur dhe e djegur nga dielli ishte shndërruar në një pyll të dendur dhe të gjelbër. Ajo që dikur dukej si një katastrofë mjedisore, ishte kthyer në heshtje në një nga shembujt më mbreslënës të rikuperimit natyror të dokumentuar ndonjëherë. Për të kuptuar se si ndodhi kjo, duhet parë e kaluara e tokës. Zona ndodhet brenda Area de Conservation Guanacaste, një park kombëtar i njohur për biodiversitetin e tij të pasur. Megjithatë, përpara se të forcoheshin përpjekjet për mbrojtje, pjesë të mëdha të territorit ishin kthyer në kullota për bagëti. 10 vite mbi kullotje e degraduan tokën, pemët u zhdukën dhe toka u bë ngjeshur dhe pa jetë. Rikthimi i një terreni të tillë përmes pyllëzimit tradicional do të kishte kërkuar kohë dhe shpenzime të mëdha. Në këtë pikë hynë në skenë ekologët Daniel Jensen dhe Winnie Hallwatz. Çifti kishte kaluar vite duke punuar në ruajtjen e natyrës në Kostarikë dhe ishte thellësisht i përkushtuar te restaurimit të ekosistemeve të dëmtuara brenda parkut. Ata e dinin gjithashtu se restaurimi në shkallë të gjerë do të funksiononte vetëm nëse realizohej me kosto të ulët dhe me efikasitet. Në të njëjtën kohë, një kompani e afërt të lëngjeve, e quajtur Del Oro, kishte filluar të operonte në rajon dhe prodhonte sasi të mëdha mbetjesh nga lëvozhgat e portokallit. Azgjësimi këtyre mbetjeve ishte i kushtueshëm dhe problematik. Jensen dhe Hallwatz propozuan një ide të guximshme, përse të mos përdori kjo mbetje për të shëruar tokën e degraduar. Në vitin 1996 u arrit një marrëveshje. Del Oro u lejuar të hidhte mbetjet e portokallit në 3 hektar kullot të dëmtuar brenda parkut. Marrëveshja ishte e favorshme për të dyja palët. Kompania shmangu tarifat e azgjësimit, ndërsa parku përfitoi sasi të mëdha materiali organik. Ideja ishte që lëvozhgat të mbysnin barat invazive, të dekompozoheshin ngadalë dhe të pasuronin tokën me lëndë ushqyese. Ishte një eksperiment ekologjik në shkallë të gjerë, i ndërtuar mbi shkencë dhe besim në qëndrueshmërinë e natyrës. Deri në vitin 1997, hedhja e mbetjeve ishte në kulmin e saj. Rreth 12 ton lëvozhga dhe tul portokalli u shpërndan në shtresa të trasha dhe të pabarabarta në zonë. Për çdo që kalonte aty pranë, pamja ngjante me hedhje industriale mbetjesh. Grumbujt kalbeshin në diellin tropikal, duke lëshuar aromat të forta agrumesh dhe duke tërhequr turma insektesh. Banorët lokal u alarmuan. Shumë kishin frikë nga ndotja, sëmundjet apo ndotja e ujit. Tensionet u rritën edhe më shumë kur konkurrenti kryesor i Del Oros, kompania Tico Fruit, ngriti padi. Ajo akuzoi Del Oron për shkelje të ligjeve mjedisore dhe shfrytëzim të tokës së mbrojtur nën maskën e ruajtjes së natyrës. Vëmendja mediatike u shtua dhe ajo që kishte nisur si një eksperiment i qetë u zhduroa shpejt në një polemik kombëtare. Në vitin 1998, një gjykat në Kostarika vendosi kundër projektit dhe urdhëroi ndërprerjen e menjëhershme të tij. Me këtë vendim, eksperimenti përfundoi papritur. Zona u braktis, u la pa shenja dhe u injorua. Shumica e njerëzve e panë si një gabim të dështuar dhe të turpshëm. Nuk u kryen studime pasuese dhe edhe veç shkencëtarët e përfshirë kaluan në projekte të tjera. Për vite me radhë, lëvozhgat e portokallit u lanë të dekompozoheshin vetë. Por nën këto mbetje që po shpërbëheshin, diçka e papritur po ndodhte. Ngadalë dhe në heshtje, toka filloi të rikuperohej.
Më shumë se 15 vite më vonë, në vitin 2013, studenti i diplomuar në Princeton, Timothy Trewer, hasi një përmendje të shkurtër të projektit në një punim akademik të vjetër, të shkruar nga Jensen dhe Hallwards. Duke vënë re se askush nuk ishte kthyer në vend që nga mbyllja e projektit, ai pyeti veten nëse diçka kishte ndryshuar. I shtyr nga kureshtja, ai kontaktoi ekologët dhe vendosi të kërkonte vendin e vjetër të hedhjes së mbetjeve. Gjetja e tij ishte e vështirë. Peizazhi kishte ndryshuar aq shumë sa shenjat e njohura ishin zhdukur. Kur më në fund e lokalizuan zonën, rezultati ishte mahnitës. Pemë të larta, bimësi e dendur dhe jetë e egër e lullzuar mbulonin territorin. Kullota dikur e vdekur ishte shndërruar në një pyll të zhvilluar plotësisht, duke treguar se ajo që ishte hedhur poshtë si dështim ishte në të vërtetë një sukses ekologjik i heshtur. Për të kuptuar më mirë për masat e asaj që kishte ndodhur, Timothy Trewer nisi një studim të detajuar ekologjik të zonës. Për të kuptuar më mirë për masat e asaj që kishte ndodhur, Timothy Trewer nisi një studim të detajuar ekologjik të zonës. Së bashku me ekipin e tij, ai krahasoi drejt për drejt sipërfaqen e mbuluar me lëvozhga portokalli me një parcel të afërt që ishte lënë e patrajtuar. Rezultatet ishin të pamohueshme. Toka që kishte marrë mbetjet e portokallit mbështeste shumë më tepër jetë, rritje më të dendur pemësh, bimësi më të trash dhe një shumëllojshmëri shumë më të pasur speciesh bimore. Në vitin 2017, Trewer dhe kolegët e tij publikuan gjetjet e tyre në revistën shkencore Restoration Ecology. Analiza tregoi se zona e trajtuar me lëvozhga portokalli kishte përjetuar një rritje prej 176% të biomasës mbi tokë, krahasuar me zonën e kontrollit. Me fjalë të thjeshta, rritja e bimësisë ishte shumë fishuar. Ajo që e bënte këtë edhe më të jashtëzakonshme ishte fakti se gjithçka ndodhi pa ujitje, pa mbjellje pemësh, pa plera kimike dhe pa asnjë formë mirëmbajtje për një periudhë prej 16 vitesh. Përfundimi ishte i qartë dhe mbreslënës. Lëvozhgat e portokallit kishin nxitur procesin e suksesionit natyror ekologjik. Duke mbuluar barrat agresive, duke ushqyer mikroorganizmat e tokës dhe duke shliruar gradualisht lëndë ushqyese, mbetjet krijuan kushte ideale për rigjenerimin e pyllit. E gjithë kjo ndodhi në heshtje, pa u vënë re nga askush, ndërsa zona qëndronte e braktisur dhe e harruar. Cilësia e tokës u përmirësua ndjeshëm gjithashtu. Vite pas përfundimit të hedhjes së mbetjeve, studiuesit gjetën nivele shumë të larta të elementeve thelbësore, si azoti, fosfori dhe karboni. Këta element janë jetike për rritjen e bimëve, dhe prania e tyre tregoi se materiali i dekompozuar i portokallit kishte rindërtuar pjellorinë e tokës përtej çdo pritshmërie. Ajo që nisi si mbetje e hedhur, u zhdërua në një bazë afatgjat për rikuperim. Po aq mbreslëndse ishte mënyra se si i gjithë ekosistemi u riorganizua. Shtresa e trashë e lëvozhgave fillimisht bllokoi barrat invazive me rritje të shpejtë që zakonisht dominojnë tokat e degraduara. Me zhdukjen e kësaj konkurrence, bimët vendase më në fund patën mundësinë të riktheheshin. Edhe pse procesi i saktë i rigjenerimit nuk u monitorua nga afër në atë kohë, shkencëtarët besojnë se ai përfshinte një kombinim të farave të fjetura në tokë, farave të shpërndara nga kafshët dhe kushteve shumë të mira të rritjes. Me rikthimin e bimësisë, jeta ndoqi të njëjtën rrugë. Fillimisht u shfaqën insektet, më pas zogjt dhe me kalimin e kohës edhe gjitarë të vegjël. Zona evoluoi nga një kullotë e zbrazët në një ekosistem kompleks dhe të veçëndrueshëm. Ajo që dikur ishte tokë e thatë dhe ngjeshur u bë biologjikisht aktive dhe elastike. Një aspekt tjetër befasues ishte kostoja, ose më saktë, mungesa e saj. Pas hedhjes fillestare, transformimi kërkoi pothuajse asnjë investim financiar. Lëvozhgat e portokallit ishin thjesht një nënprodukt i prodhimit të lëngut dhe shpërndarja e tyre nuk kërkonte pajisje apo teknologji të avancuar. Për këtë arsye, disa studiues sot e konsiderojnë projektin si një shembull të rrallë
të sekuestrimit të karbonit me kosto të ulët dhe teknologji të thjeshtë, duke përdorur mbetje organike. Në thelb, karboni u fiksua në biomasa në rritje, ndërkohë që zgjidhej një problem i azgjësimit të mbetjeve. Megjithatë, pavarësisht këtyre rezultateve, projekti nuk ka qenë kurrë pa kritika, që në fillim shumë banorë lokale dhe aktivistë mjedisor u alarmuan. Hedhja e mbetjeve të frutave në shkallë industriale, pra një parku kombëtar, dukej dhe nuhaste si ndotje. Era e fortë, tufat e insekteve dhe grumbujt e mëdhenj që kalbeshin, la një përshtypje negative dhe nxitën kundërshtime publike. Reagimi ligjor shtoi një shtresë tjetër polemikash. Konkurrenti i Del Oros, kompania Tico Fruit, argumentoi se projekti shkelte ligjet e mbrojtjes mjedisore të Kostarikës dhe pretendoi se kompania po përfitonte nga azgjësimi falas i mbetjeve nën petkun e ruajtjes së natyrës. Në vitin 1998, gjykata vendosi kundër projektit, duke detyruar të përfundonte përpara se efektet e tij të mund të studioheshin ose të zgjeroheshin më tej. Edhe sot, shkencëtarët mbeten të kujdesshëm kur flasin për rezultatet. Eksperimenti nuk u projektua kurrë si një studim i kontrolluar dhe i përsëritshëm. Ishte një ndërhyrje e vetme, specifike për atë vend dhe nuk u testua në shkallë të gjerë, me lloje të tjera mbetjesh organike. Për këtë arsye, nuk ka asnjë garanci që të njëjtat rezultate do të ndodhin diku tjetër. Reagimi i natyrës ndaj mbetjeve është shumë i ndryshueshëm. Sasi të mëdha mbetjesh, agrumesh ose aplikime të shpeshta mund ta bëjnë tokën tepër acide, të prishin komunitetet mikrobiale dhe të pengojnë rritjen e bimëve. Në këto raste, mbetjet organike mund të shkaktojnë më shumë dëm se sa dobi. Kjo është arsyeja pse ekologët paralajmërojnë vazhdimisht se këto metoda nuk janë zgjidhje universale dhe duhet të planifikohen me kujdes. Megjithatë, eksperimenti i Kostarikës ka ndryshuar mënyrën se si shumë studiues e shohin restaurimin ekologjik. Në një kohë kur qeveritë përballen me presion të madh për të rikuperuar tokat e degraduara dhe industritë prodhojnë sasi të mëdha mbetjesh organike, ky projekt ofron një mësim të fuqishëm. Mbetjet nuk janë gjithmonë një barë. Të frymëzuar nga ky rast, eksperimente të ngjashme kanë treguar tashmë rezultate premtuese. Në vitin 2021, studiuesit përdorën tul kafeje të hedhur për të restauruar tokë të degraduar në Kostarikë, duke arritur rikuperim të shpejtë të pyllit brenda vetëm 2 vitesh. Këto rezultate sugjerojnë se në kushtet e duhura, mbetjet bujqësore mund të bëhen një mjet praktik për rigjenerim. Në fund, ajo që nisi si një projekt i çrregullt dhe i diskutueshëm i hedhjes së mbetjeve, zbuloi diçka thelbësore. Kur natyra merr mbështetjen e duhur, edhe mbetjet e hedhura mund të rindërtojnë ekosisteme. Dhe ndoshta, pyetja më e rëndësishme që mbetet është kjo: nëse mbetjet mund të rrisin një pyll, çfarë tjetër po shpërdorojmë pa e kuptuar? Abononi në kanalin ton që të shihni më shumë video të tilla në të ardhmen. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi herën tjetër.